Në një kohë kur qyteti i Vlorës vuan nga mungesa e parkimeve, disa prej parkimeve më të mëdha publike në qytet janë kthyer me pagesë. Për ata të cilët i përdorin, ky është një vendim i gabuar që është marrë në këtë kohë. Kjo për arsye se duhet investuar një herë për krijimin e parkimeve publike në qytet dhe më pas të kthehen edhe ato pak parkime publike me pagesë. Drejtuesit e automjeteve dhe qytetarët e Vlorës mendojnë se të paguar çdo herë që e lë makinën në parkim rëndon në xhepat e tyre. Kjo gjë sipas tyre sjell që qytetarët i parkojnë makinat në rrugë, duke rënduar trafikun. Mungesa e parkimeve mbetet një gangrenë e vërtet për qytetin e Vlorës, sidomos përgjatë sezonit veror. Qytetarët mendojnë se duhet të ketë me patjetër më shumë investime në këtë drejtim. Ata që kanë do pagojnë, ata që s'kan do frinë syt. Ai që s'ka, mos marrë maqinë fare dhe qëti i me këmbë si atërën ato kore. I rëndojnë patjetër. I rëndojnë të gjitha, parkimet, karburanti, janë të gjitha brenda. Kjo është në bazë të fluksi madhë, që shikon vetë. Shko si është skela me në fjalë. A ja dhe vesh qesh lamojt, apo ti kështu i ftot, apo të dash në kalaja. Atë nuk thej do të përgjigje për atë gjithë. Besoj se po. Qatë besoj, këtu malë që ka parkime tani, si që shprej kuj qytet, duhet i maj makina njerëzit kra. Po më mirë të bëhet ashtu se kjo rrumu që është. Këtu s'ka vënde më për parkim. Kjo është një tem, kujtë, për mua është kotë. Këtu s'ka vënde, këtu bëhen palate, s'ka vënde për parkim, s'ka për azgjim. Po që parkime të rea, ku ka vënde këtu për parkim? S'ka për kënde lojre, s'ka për një, shumë bëhet kënde lojre. Së një me gjëmbi. Pra dhe po i bëjnë grev njërë. Po normalisht, po kjo tema kryesore nuk është kjo. Këtu s'ka asgjës nuk ecet më në këtë qytet. Sidomos me arë, këtu është bërë skandal, kudo. Bëhen t'i bajnë kuris makinat njerëzit. 40 kaçe pa parkime poshtë, bëhen nuk ka një ide, një gjë. Po pa tjetër që duhet bëhet, po duhet bëhen shumë gjëra tjera. Tu janë tëra rrugët janë bllokuara nga tërani. Këtë parkime normale, e mirë. Edhe mund të paguajnë. E ndo pak po. Edhe mund të paguajnë, po t'jetë vlera e ullë. Unë nuk e di si jam këteja. Duhet të s'bënë, si s'duhet. Duhet, ti festosh. Nuk më duket e drejtë që parkimet të bëhen me pagesë. Për arsye se ka njerëz që nëse do vendoset parkimi me pagesë, do ta vënë makinën tek ai vendi parkimit aty e do ta lënë 1, 2, 3, 4, 5, një javë, një muaj. Po patjetër që i vendos. Parkimet duhet bërë siç janë bërë në Tiranë, parkime të nënveshme, se po futen makinat në përlagje edhe po i parkojnë edhe në për trotuare para pallateve. Kështu që pos pati parkime nëntoksore kështu që të ashtu, edhe kjo edhe shton edhe trafikun. Ndërkohë, pas kthimit të disa prej parkimeve publike në qytet me pagesë, do të vijë radha atyre në segmentet kryesore rrugore, të cilat do të përdoren kundrejt tarifës. Më pas, edhe parkimet në brendësi të blloqeve të banimit, për të cilat duhet paguar gjithashtu.